Episodi numër 4. Këto episode po marrë një kthes të çuditshme, sepse ngela duke grisur, duke shqepur. Më lezetoi aq shumë ajo shqepja e parë, sepse fundi doli shumë bukur, dhe sot do të bëjmë një fund tjetër. Përsëri frymzuar nga Pinteresti, kurse jam shumë fan se rrobave njëra mbi tjetrën, po ama në foto duket shumë bukur dhe patjetër që unë do ta përshtat, ta bëj pak më dimrore. Unë rri gjatë gjithë kohës me pantallona, nuk kurse i preferoj shumë fundet, edhe kjo është arsyeja pse nuk kam shumë funde në garderob. Ja ku jam pantallonat që vendosa ti sakrifikoj. Kam shqepur pjesën poshtë, është prerë drejt, thjesht është sistemuar me tegel, ajo pjesa përpara dhe mbrapa, thjesht që fundi të rri drejt. Domethënë në momentin që i shqep pantallonat, duket dhe është shumë e qartë se çfarë duhet bësh që ajo të kthehet në një fund. Unë nuk kam fare eksperiencë për sa i përket stilimit të rrobave, o domethënë di të qep në makinë qepse, po thjesht të bëj gjëra bazike, nuk është se jam shumë e avancuar. Mjafton të kesh dëshirën që të bësh gjëra të bukura dhe ma beso se kur e bën diçka me gjithë zemër, gjithmonë del bukur. Dhe ja ku është rezultati, kuptohet vetëm pjesa e përthyrjes, sepse pantallonat kanë qenë gjatë gjithë kohës ashtu, që kur i kam blerë në fakt kanë qenë të përthyera. Edhe unë nuk kam patur kohë që ta hekuros tamam me Terezi, por gjithsesi me kaq kohë sa kam në dispozicion. Ndryshe pastaj mbeti kjo video për të bërë javës tjetër. Do ta provoj një herë me geta të zeza. Duart i kam aq keq sa nuk guxoj të prek getat, e sigurt që kam për t'i grisur. Po që u duka bukur edhe me këtë këmishën e zezë. E ka grykën shumë të ngushtë, nuk e di se si do t'ja dal ta vesh pa prishur make-upin. Si për golfi do të vesh këtë, nuk gjeta një siç e kishte ajo vajza me kupa, por gjithsesi ideja është po njësoj. Po kërkon antilën, moj? Për formën e trupit tim, sikur nuk përshtatet, më tregon shumë katror. Nuk e di se çfarë është që s'më pëlqen. Vesh çarape të bardha, po vazhdoj me kambale, sepse nuk e kam shumë iden se me çfarë do shkonte më mirë, duke qenë që tek fotoja ishte version veror i kësaj veshjeje dhe unë dua ta bëj version dimror. Këtu duken dhe kambalet, pathët. Ky ishte edhe luku për sot. Ka diçka që s'më pëlqen, nuk e di se çfarë është.